Shqipëria ka shënuar një arritje të jashtëzakonshme në fushën e sigurisë kibernetike, duke u renditur në vendin e 18 në botë me 85 pikë sipas National Cyber Security Index. Ky rezultat përfaqëson një ngritje prej 36 pozicionesh krahasuar me vitin 2023, kur vendi ynë ishte në vendin e 54 me 62.34 pikë. Brenda vetëm 2 vitesh kemi kaluar 10 shtete të mëdha dhe me traditë në këtë fushë, duke shndruar në një nga historitë më të jashtëzakonshme të suksesit në sigurinë kibernetike globale, si rezultat i një reagimi 360 gradë ndaj një sulmi jashtëzakonisht të rrezikshëm kibernetik që u bë mbi infrastrukturën tonë digjitale nga një shtet i madh dhe i njohur për terrorizmin kibernetik. Këto janë shënimet e javës dhe tani kalojmë tek